Sot Ministria në Detyrë Ekonomisë Artan Rizvanolli është takuar me bordin e zyrës së regulatorit për energji. Në komunikat, thuhet ajo i ka kërkuar ZRS që t'i trajtoj me prioritet humbjet në rrjet e pashtu, ja ka përsëritur edhe qëndrimin e qeverisë sa i përket paralajmërimit për shtrajtim për 15% të energjisë elektrike. Këtu janë disa prej pikave që janë përsëritur në komunikat, ka ritheksuar komentet Ministri Rizvanolli që i ka dërguar edhe me shkrim që konsumatorët me konsum nën 800 kW muaj të mos preken nga rritja dhe që do të thotë që rreth 60% e familjeve të mos e ndjejnë shtrëngtimin e energjisë elektrike në faturat e tyre. Për të tjerët, pra rreth 35% që preken vetëm gjatë disa muajve dimrit dhe 5% që kalojnë këtë konsum rregullisht, rritja të jetë sa më e ulët që është e mundur pa rrezikuar furnizimin dhe të ketë edhe brezë shtesë konsumit mbi 800 kW, ashtu që të mbrohen veçanërisht familjet që konsumojnë. Më pak është ky qëndrim i përsëritur për të disatën herë nga Ministria në Detyrë Rizvanolli, që ka dërguar po ashtu edhe komente në ZRE në kuadër të periudhës kur ky vendim ose paralajmërim ishte në diskutim publik. Ky takim i sotëm nuk ka qenë i hapur për media për dallim nga takimi i djeshëm i gazetarëve me zyrtarët e ZRE-s. Do të ndryshojmë tani do të flasim për Komisionin e Përbashkët në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilët janë mbledhur disa herë për të diskutuar rreth të pagjeturve gjatë luftës së fundit dhe tash pritet që ta zhvillojnë edhe një takim gjatë këtij muaji në Bruksel. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukurit Andin Hoti në një intervistë për ATV-n ka thënë se pret hapa pozitiv në këtë drejtim në udhëheqjen e emisarit të ri të BE-s Peter Sorensen. Sipas Hotit, nëse pala serbe refuzon të marrë pjesë dhe nuk ndëshkohet, nuk do të kishte kuptim më as dialogu me Serbinë. Ndjekim intervistën e tij dhënë për gazetaren Nora Luta. Komisioni i Përbashkët për të pagjetur, ai i Serbisë dhe Kosovës, pritet që për herë të parë të takohen gjatë këtij muaji. Ky komision ishte formuar në kuadër të zbatimit të deklaratës së Përbashkët për të zhdukurit në kuadër të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të kuptuar më shumë detaje rreth këtij takimi që pritet të mbahet gjatë këtij muaji, do të flasim me kryetarin e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në kuadër të qeverisë së Kosovës, zotrin Andin Hoti. Zotri Hoti, faleminderit që keni gjetur kohë. Për mua që vërtet. Atëherë fillimisht kur pritet të mbahet gjatë këtij muaji ky takim? Faleminderit shumë. Atëherë ju dini që 16 dhjetor është themelu Komisioni i Përbashkët me terma të referencës të tij aprovu prej dy palëve. Në kuadër të terma të referencës parashihet që takimet të mbahen çdo muaj në 6 muaj të ardhshëm. Tendenca e parë e takimit ka qenë në 15 janar të këtij viti, por fatkeqësisht për arsye tashmë të njohura, Serbia ka refuzuar pjesëmarrjen në takimin që ka qenë kryesisht takimi i shpallosjes prioritetet tona për takim inaugurues kështu të themelimit të komisionit. Pastaj edhe për shkak të kësaj, por edhe për shkak të një letre tjetër përsaçnëvar për Serbisë që ajo ka refuzuar pastaj edhe takimet e 9 grupe punuese. Po edhe për shkak të ndryshimeve të Bashkimit Evropian që është ndryshuar struktura atje, nuk është më ashtu të bërë edhe speça. Po është zënë Kallas dhe Sorensen, takimi u shtyp për një kohë. Takimin e fundit që ka qenë zoti i parë dhe i fundit për mua drejtësh që ka qenë zoti Sorensen Kosovë, e kemi diskutuar këtë çështje dhe mundësinë e takimit të mbahet një kohë sa më shpejt për shkak të faktorit kohë që neve na bën probleme shumë. Tash këto ditë, dhe më sot fakt e bata një takim me stafin e zotit Sorensen, por edhe këto ditë është diskutuar dhe është dakurtuar që të mbahet këto ditë, nuk ka datë të caktuar. Në mes të zotit Sorensen dhe zotit Bislimi, takimi i radhës i Komisionit të Përbashkët, mbetet që Bashkimi Evropian, sepse ajo është udhëheqësi e Komisionit të Përbashkët, të caktoj datën, të caktoj nivelin e takimit, sepse niveli i takimit është në 3 lloje. O mund të marrë pjesë high level që quhet kryeministrat, o mund të marrin pjesë shefat e negociatorëve, ose deputies zëvendësuesit që i bjen me deleguti kanë prej komisionit në dhe Serbia i kanë prej komisionit. Unë nuk mund të marr pjesë për shkak të përgjegjësisë që kanë sekretari i komisionit dhe kryetari i delegacionit, që i bie që nuk mund të marrë pjesë direkt në këtë takim. Nuk besoj që shkan, meqenëse nuk është në dorën time dhe në mandatin tim,
po nuk besoj që shkon më shumë se 10 ditë. Besoj që brenda 10 ditësh do thirret takimi i radhës në Bruksel. Po, zotri Hoti, i përmendet refuzimet e shtetit serb dhe takimet që i keni mbajtur me strukturën e re të Bashkimit Evropian. Cili ka qenë disponimi i udhëheqësive të reja të BE-s gjatë takimeve që i keni mbajtur rreth qëndrimeve të shtetit serb dhe sa besoni që kjo do të mund të ndikojë që të ketë një ndryshim ndaj qasjes së Serbisë? Që nuk e di dhe nuk mundem me di qasjen e dy përfaqësuesve të ri të Bashkimit Evropian që zonë Kallas dhe zoti Sørensen. Megjithatë, vetë fakti që zoti Sørensen herën e parë që në Kosovë, një ndër takimet e para që i pat përveç liderëve shtetëror ishte takimi me komisionin, kryetarin e komisionit qeveritar për personat e zhdukur, neve na ka bërë me kuptu që një ndër prioritetet kryesore do të jetë edhe çështja e personave të zhdukur. Nuk mund të them që ka qenë apo nuk ka qenë sepse nuk jam në nivelin që mund të vlerësoj dikë në Bashkimin Evropian, megjithatë dy dokumentet të rëndësishme janë formuar në mandatin e kaluar, por më duhet të theksoj që asnjëherë të vetme sa zoti Laça ka qenë në krye të negociatave atje, nuk ka edhe takimet që ka pasur në Kosovë nuk ka takuar Komisionin Shqiptar për Personat. E dyta, në bazë të diskutimit që kemi pas me zotin Sørensen në takim, në bazë të përvojës së tij e para 6 vjeçare në Kosovë, 2000-2006 kishte qenë në Kosovë, pastaj në Bosnjë dhe pastaj në Serbi, në bazë të njohurive që ai më tregoi që ka për çështjen e personave të zhdukur, sepse po duhet të qenë shumë kujdesshëm mos më ngriq shpresat familjare sepse mund të mos bëhet asgjë. Megjithatë, mund më dha një lloj shpresë që ky emisar vërtet të ketë prioritet çështjen e personave të zhdukur dhe do të tentoj që këtë çështje ta shtyj përpara në Bashkimin Evropian. Ku mbetet problemi kryesor ose muri kryesor që është Serbia, që me çdo kusht po tenton edhe takimi i parë në 15 janar është kështu në kam thënë unë disa herë në 3 plane organizuar për mos me mbajt ata takim, kështu që kanë qenë të organizuar për me mbajt. Kjo pastaj është çështje tjetër. Unë kam thënë që kjo ose Serbia nuk lutet, Serbia nuk ka shenja të bashkëpunimit as me ne as me Bashkimin Evropian çështën e personave të zhdukur. Serbisë nuk duhet me bëni një presion i butë, por unë kam thënë që duhet bëhet një kurzim. Po për këtë nuk di a vendosur se apo janë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Zotri Hoti, para se të kalojmë se cilat tema do të mund të diskutohen në Bruksel, kisha dashur të ju pyes rreth takimit që e përmendet që keni zhvilluar sot, nëse mund të ketë diçka publike, se çfarë është diskutuar dhe si rodhi gjatë takimit. Jo, takimi ka qenë me stafin e zotit Sørensen, i cili ka më shumë ad hoc se sa i planifikuar. Kryesisht ka qenë përgatitja e agjendës dhe përgatitja e takimit të radhës përbashkët që do të jetë, siç e thash edhe më herët këtë ditë, edhe prioritetet që ne i kemi, që janë diskutuar në janar atëherë dhe janë të njëjtat edhe tash. Ne kemi pas 2 takime në palën serbe në Gjenevë vitin e kaluar, ku janë shpalos kënse prioritetet të dyja palëve, por po them kënse sepse Serbia s'ka zbatuar asnjë tyre. Dhe një prej këtyre prioriteteve kanë qenë edhe çësia në 3 lokacione në Serbi, që Serbia i ka refuzuar. Dhe prandaj edhe është e nevojshme që në takimin e radhës të krijohet çësia përmes këtij takimi në territorin në Serbi, në mënyrë që ne të shkojmë të gërmojmë kryesisht ose sidomos në Batajnicë. Ne po tentojmë të rikthehemi në lokacione që kemi qenë vitin 2000, po tentojmë të rikthehemi sepse dyshimet tona që ka ende shumë të zhdukur në atë vend. Po i përmendet lokacionet e gërmimeve në Kosovë dhe po thoni që ka dhe shumë pak punë për të hulumtuar nëse e vazhdon të jetë ndonjë varrezku, ndonjë vend ku mund të gjendën të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Si ka rezultuar pra me gërmime vitin e kaluar, kemi pasur pra tash së fundi disa rezultate që përfunduan me riparimet e personave të zhdukur dhe cili është plani për këtë vit. Edhe në këto që përmende identifikimin e rezultateve që kemi pas, edhe në disa lokacione tjera që kemi qenë në kaluar, janë rikthimi i lokacioneve.
kryesisht shumë pak kemi lokacione të reja. Ka qenë ky këtë vetë o branch në Podojevë, që ka qenë lokacione i ri për ne. Kanë qenë edhe 2 apo 3 lokacione tjera në vitet e kaluar që kanë qenë lokacione komplet të reja për ne. Përndryshe kanë qenë lokacione që jemi rikthyer për shkak të informacioneve të reja që kemi marrë prej raporteve analitike. Në këtë kuptim po e them që ne kemi çdo ditë më shumë ndoshta pak lokacione të reja kuptim të gërmimit në Kosovë, megjithatë ne jemi tu i ritrajtu disa herë tjera dokumenta dhe jemi tu pranu non-stop edhe raporte analitike për kryqëzit kuq ndërkombëtar, Komiteti Ndërkombëtar Kryqëzit Kuq, dhe pastaj po na dërgojnë në lokacione ndryshme. Vitin e kaluar i kemi ekzaminuar ose i kemi trajtuar ose në kuptim të gërmimit i kemi kontrolluar 23 lokacione në territorin e Kosovës. 13 individ në kuptimin e eshtrave janë gjetë, sepse ato identifikimi pastaj është më vonë. I ndërzu familjeve, diku nëse nuk avoj 25 persona. Po jo të gjitha kanë qenë persona të ri, në disa për tyre kanë qenë ribashkime. Qa përdu me thonë është që ne mund të bëjmë aktivitete, ne mund të kemi punë, por kryesisht në rikthim të punëve që i kanë kryt, kalumen, ose Oleksi, ose Umiku, ose organizatat tjera ndërkombëtare. Sepse informata nuk kemi qasë shumë në Kosovë, dhe informata e pakuar. Jemi të trajtu dhe morgun e Prishtinës, sepse është përmend disa herë morgu i Prishtinës si temë, edhe veç më e kom përshona dhe disa herë tjera, po prapë e ripërsërisë. Eshtrat që në morgun e Prishtinës, nuk janë eshtrat që për neve do të na binë persona të zhdukur të identifikuar me njëherë. Janë eshtrat që mostrat e tyre janë në laboratorin e Hagës, në ICMP, ku ne bëjmë përputhjen me gjakun, dhe mënë ADN. Po janë eshtrat që nuk kanë gjak. Dhe mënë familjet e tyre nuk kanë dhënë gjak. Sepse kemi kemi një pjesë të identifikimit tradicionale në Kosovë që ka ndodhur pas luftës më njëherë. Dhe ne pe 2013 kemi nisë ADN-s, jo më herët. Çka jemi të bëu tash tjetër është që kemi bëu këtë vit tjetër, është përveç lokacionit që përmendëm në Obranç, lokacion tjetër që planifikojmë shkojmë në Dragudan, lokacion tjetër që është në Istok dhe janë edhe disa lokacione tjera që do të mi kthyer në listë, Matiçan do të rikthehemi. Jemi tu i kontaktu dhe i kemi kriju në fakt një lloj grupi disa familje që kanë identifikuar mëndoshurit e tyre në formë tradicionale në mënyrë pas luftës për m'ia marrë gjakun. Deri tash kemi arrit diku për afërsisht është numri 40 familje që kemi marrë gjakun dhe falenderoj shumë që pas një lloj hezitimi kanë pranuar, po pretendojmë që brenda një afati të shkurt kohor të arrijmë numrin mbi 110 të familjeve që nuk kanë dhënë gjak, që do të thonë nuk janë persona zhdukur, sepse ata janë emër kur, po që ne po dyshojmë që mund të ketë gabime aty këtu, jo në të gjitha. I rikthehemi edhe një herë takimet në Bruksel bashkë me përfaqësuesit të shtetit serb, sa është e rëndësishme dhe pse në fakt është e rëndësishme që të ketë Kosova qasje në arkivat shtetërore të Serbisë. Sepse në Kosovë, sa për e thash edhe stafit të zëdësënëse, sepse në Kosovë ka ndodhur një luftë mes një shteti kriminal, me një ushtri polici dhe me sërb lokal, jo gjithë normal, të organizuar ose të urdhëruar prej inteligjencës së Serbisë, që na po më inteligjencë për çuajse, ata që inteligjentë nuk janë, të organizuar me çuajt. Kjo ushtri, kjo polici dhe ky grup paramilitar nuk kanë funksionuar asnjëherë dhe nuk funksionon në asnjë shtet botë, jo në Jugosllavia dhe Serbia që ka pas, pa urdhna shtetëror. Ushtria bën veprime me urdhra, policia bën veprime me urdhra, këto urdhra po i kërkojmë ne. Kosova nuk është që ka pas ndonjë ushtri, polici apo shtet që me pas dokumente të tilla, arkiva të tilla, çfarë do lloj informacioni të tillë. Ne jemi shumë të vetëdijshëm, ne jemi shumë edhe në bazë të informata, po edhe në bazë të funksionalitetit të një shteti që Serbia i ka të gjitha këto informacione. Nuk them asnjëherë që ne kemi me arrit me gjithë personat e zhdukur përmes këtyre informatave, të arkivave. Unë them që këto do të na ndihmojnë shumë drejt rrugës së sportit së fatit personat të zhdukur, sepse kanë ndodhur krime të mëshme të serbëve në Kosovë, metoda ndryshme që është shumë problem me u gjetë përmes këtyre arkiva. Kështu që kjo është njëra prej arsyeve, sepse ne e dimë që ata kanë dokumente, sidomos urdhra, ne e dimë që
edhe kemi pa, ju dini letrën e vitit 2023 në 1 qershor që kam dërgu Zoti Vučić për brigadën 37. Kërkesën për arkiva. Nuk është një kërkesë për arkiva që unë kam mencu që ata kanë. Është një arkiv dokumente që Serbia përmes mediave në 2012-2013 mos ka në vetë, i ka riklasifikuar edhe njëherë të kësaj brigade, do më i ka pas, ka eten gjithë bota, edhe i ka riklasifikuar edhe njëherë për shumë vite të radhës për mësë me mujtë me ranë dorë të tjerme. Kështu që janë fakte që neve na afrojnë shumë në zbardhën e fatit personat që shdu. Përmandëm disa herë qasjen refuzuese që e ka pas shteti serb, cilat janë pritjet e juaja kësaj radhe për takim? Mendoni se do të marrë pjesë partia serbëve? Nuk e di, në çështje tjetër nuk e di atë të marrë pjesë. Ajo që ka di është që edhe mas refuzimit takimit parë në 15 janar, me 30-31 janar, Serbia ka marrë edhe një vendim tjetër ku i ka ndaluar edhe takimit e 9 grupeve, domethënë ekspertave të mjeku ligjor. Pavarësisht kësaj, ne nuk kemi një qasje të tillë, ne javën e kaluar kemi ftuar delegacionin e Beogradit për një çështje që ka qenë në interes të Serbisë me qenë Kosovë dhe kanë qenë Kosovë. Thjesht kemi treguar që ne kemi nevojë për të vazhdu jo takime, sepse takime i kanë rëndësi, por trajtimi i dokumente dhe analizave që në rezultatin e personat e zhdukur, dhe këto e dinë zoti Sorensen. Nuk di se si do ta bindë apo çu do të jetë çësia e tij ndaj Serbisë, nuk di se ajo e njëjta do të marrë pjesë, por më besoj që nëse Serbia nuk merr pjesë edhe këtë herë, atëherë sepse një raport që është dërguar me atë më informuam 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për mos pjesëmarrjen e Serbisë, nëse kësaj radhe nuk do të merr pjesë, unë besoj që nuk ka më kuptim as dialog as kurrë në raport me Serbinë. Mbetet çështja e Bashkimit Evropian, kjo jo imja. Faleminderit shumë për kohën që trajtuar. Është vlerë shumë.